Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. 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 Full shit show. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full ship ton jetën. Tan jetën. Pa nol edhe sonde të flasim shqip në emisionin ton. Ekskluzivisht për herë të parë do kemi vetëm shqip sonde. Gjithmonë. E cila na bën krenar dhe jemi edhe ne krenar që e promovojmë sa më shumë. Dhe sonde çfarë kam dëgjuar dhe çfarë kam parë. Emocione. Pa fjalë emocion. Kjo është puna më e mirë që duhet bëjnë shqiptarët sot. Puna më e mirë që bëjnë prindërit shqiptarë sot në diasporë është kjo që sapo pash dhe të ta shikojnë gjithë shikuesit tanë dhe milionat çusharë në televizionin tani dhe në gjitha platformat tona sociale. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve ku të jeni, ju përshëndesim nga studio dhe shtëpia më e madhe dhe më e bukur e diasporës shqiptare, nga zemra Zvicrës, nga Full Ship Show, bashkë me kolegun tim, sonde të ta kemi një emision shumë interesant, shumë të mirë dhe mos themi që sonde do jetë përmbyllja e këtij sezoni. Për këtë sezon marrësh po japim dorën, kështu që shihemi në sezonin tjetër si gjithmonë më të fortë se asnjëherë tjetër. Në një studio të re, në një studio më të madh, në një studio komplet gjigante, gjithçka është tjetër nivel në sezonin e ardhshëm. Sonde do ta kemi këtë emision të fundit për këtë sezon dhe në shenjë respekti për shkollën shqipe kemi në Zvicër lapshin. Në Zvicër kemi menduar ta bëjmë këtë përmbyllje më bukur se asnjëherë tjetër. Dhe realisht mysafirët më të mirë në studion tonë që vinë vazhdimisht janë mësueset, nxënësit që shkojnë në shkollën shqipe dhe mësojnë muzikën, traditën, kulturën, vallëzimin, këngën shqiptare. Kështu që sonde do ta mbyllim me këtë gjë jashtëzakonisht të bukur. Derisa të ftojmë shkollën shqipe zotin Naser Usaj, mësuesi Ulaj, kërkoj falje. Derisa të ftojmë zotin Naser Ulaj, mësues dhe kryetari i lapshit të kantonit Syriut, bashkë me nxënësit të shkollës shqipe që do i kemi sot në Full Ship Show për të performuar recitime dhe për të kënduar dhe për të promovuar vlerat e tyre që kanë mësuar në shkollën shqipe. Ne do të falenderojmë pak sponsorët tanë Marash. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank, Komplexi Anesi. Shumë faleminderit Komplexi Anesi, ju jep mundësinë që gjatë verës tash shkojmë të gjithë për ta vizituar fshatin më të bukur turistik me vila në malet e Gjilanit, ku 270 metër katror vill me pishinë verore, dimrore, jep mundësinë për ta blerë, për ta shijuar natyrën dhe më mirë se askund tjetër. Faleminderit shumë Komplexi Anesi që më neve. Vielen Dank, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Për ata që se kuptojnë gjuhën gjermane, me Pristina Ticket mund të rezervoni edhe ulsen sipas dëshirës, mund të mbushni edhe luksin e aeroplanit si gjithmonë me kufera me të njëjtin çmim. Fluturon nga Prishtina në Gjenevë, në Basel, në Zyrich dhe në gjithë Evropën dhe në asnjë. Faleminderit Pristina Ticket. Në bashkëpunimin e ngushtë që do kemi në sezonën që vjen me event hall, me ambientin më ekskluziv, më modern në Zvicër, ku jep mundësinë që çdo të ejtë do jetë për antarësim business network me member card, çdo të premte multikulti, çdo të shtunë muzikë shqiptare, faktikisht jemi në bashkëpunim dhe administratorët e këtij biznesi. Në sezonin e re do kemi një bashkëpunim të ngushtë me Melodia Zürich. Mos harroni, Melodia Zürich për gjithë shqiptarët apo gjitha nacionalitetet ju jep mundësinë që t'i rezervoni edhe privat për dasma, fejesa, ditëlindja, hengjet tuaja familjare që i keni, një ambient ekskluziv me 200 deri në 300 persona kapacitet
me ushqim, me cilësi, me kualitet, me gjitha të mirat i gjeni vetëm në Melodia Cyri. Mund ta bëni follow në Instagram, në rrjetet sociale, Melodia Cyri dhe i rrini gati për rezervimet tuaja se tashmë do të më bëj dasmat, fejesat dhe të gjitha vendet familjare në Zvicër në një vend që nuk e gjeni lehtë. Në asnjë vend nuk e gjeni lehtë një ambient të tillë si Melodia Cyri. Marash Loçka, a vazhdojmë? Vazhdojmë. Atëherë, sonte ja kemi kushtuar intervistën e parë shkollës shqipe në Zvicër, Lapshit dhe zotit Naser Ulaj, i cili do vinë në Folk Ship Show për të na treguar për punën e tij fisnike, punën e gjithë mësuesve në Zvicër, se si po funksionon Lapshi dhe si kemi mundësi që të interesojmë sa më shumë fëmijë në shkollën shqipe në Zvicër. Kështu që e ftojmë me Duart Rokitje, pastaj do kemi një jetë reale për mbyllje të këtij sezoni me Duart Rokitje, un Big Up on Jonas, Naser Ulaj me vajzat. Mirë se erdhët në Folk Ship Show. Mirë se ju gjetëm dhe faleminderit. Mësues Naseri, mirë se erdhe, po drejtohem mësues Naseri. Faleminderit po gjithë profesioni më i bukur. Më i bukur, realisht ju përgëzoj për punën që bëni. Faleminderit. Kjo përveç se është një punë e juaja, është dhe një mision që nuk bën krenar vetëm ty, po na bën krenar jo vetëm prindrit e fëmijëve, po edhe neve, sigurisht, që i shikojmë dhe dëgjojmë punën e juaj që bëni fisnike. Për këtë meritoni Duart Rokitje dhe shumë respekt nga ana juaj. Faleminderit shumë. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të lindin një fëmijë në vend të huaj dhe ta di gjuhën shqipe me e fola aq bukur sikur të kishte lindur në Kosovë apo në Shqipëri. Kjo është krenari dhe kjo fal punës juaj dhe të prindërve të fëmijëve bashkë që meritojnë një Duart Rokitje shumë madhe. Mirë, por është shumë interesant, e pash edhe vajzën e vogël, gjitha vajzat kanë përformuar, gjitha duan një Duart Rokitje. Po kur e shikon një vajzë vogël me një energji aq patriotike, aq me zemër dhe aq me emocion, të jep një emocion të jashtëzakonshëm dhe uroj që t'i ndjekin hapat e këtyre 4 bukuroshëve të gjithë fëmijët shqiptarë që janë në diasporë. Bravo ju qoftë të 4. Bravo. Mirë se erdhe mësues, si e je kështu? Mirë. A je lodh? Ne jemi të palodhshëm. Palodhshëm. Me shkollën shqipe nuk guxoj me të pyeta e lodh, se besoj e bën me qejf, me pasion dhe nuk besoj që thu po. Në punën tjetër a je lodh? Punën tjetër nuk bëj punë tjetër në pas shkollës. Përveç shkollës shqipe? Jo. Vetë shqipe? Vetëm shqipe. Kuptohet, punoj edhe në shkollën zvicerane. Pra, kjo është ideja. Po ajo shkollë. Shkolla është ajo. Cilat shijon më shumë tash, shqipja apo ajo? Do thotë shqipja është që më flan për zemrën sepse i kam dhënë 3 dekada këtu në për këtë. 3 dekada i ke dhënë mësim gjuhës shqipe në Zvicër. 35 vite plus i kemi këtë vit i kemi plotësuar do të prej kur kam filluar të punoj në lidhjen e arsimtarëve dhe prindër shqiptarë. Mësues, a mundesh më na tregu pak për biografinë tënde? Në përgjithësi? Paraprakisht desha të them se me që Altina, po... Po, dërështë tash shtu më kanë thonë. Do thotë... Nëse të më mandru, sot e mrapa më sa Foli mirë, na dha fjalë shumë mira, komplimente për fëmijët. Do thotë, e shef se kjo Rigersa, kur të ka takurë, të ka thënë që a mund të jemi atje, shef se ka pas të drejtë. Po. Ka pas shumë drejt, kjo vajza ta bëjmë publike, më ka taku një ditë në Folketsville, aty ku do kemi studion e re, dhe a ka mundësi më ka thonë që t'jemi në emision, i kam thonë vetëm numrin ja ku ke, më shkruaj edhe do vish në emision edhe u realizu kjo. Po. Për ata, po them... Mirë, po, ju jap një kompliment, se fëmijët nuk bën me nda asnjëherë. Fëmijët gjithëve do të më dhonë komplimentet, sepse secili fëmijë ka rëndësinë e vet, secili meriton respektin e vet. Veç ju jap kompliment të dyjave këtyre, por edhe të dyjave këtyre për performancën e tyre që kanë bërë sot. Gjithsesi. Faktikisht, puna jone Lapshit është shumë fisnike, por nuk mund të bëhet një punë e suksesshme edhe aq e mirë, por mos ishte edhe ndihma e prindërve. Dhe i falenderoj këtu ku janë të gjitha familjen Bajraktari dhe Kamberi, të cilët faktikisht
kanë kontribuar në këtë drejtim. Do thotë edhe mbështesin fëmijët. Kjo është kur ka mbështetjen e prindrit. Nëse se ka, do ne kemi kot të motivojmë nëse nuk prindi me dash nuk e bjas në shkollë shqipe hiç. Po prindi është iniciatori kryesor i kësaj, pastaj puna e juaj dhe pastaj edhe vullneti i fëmijëve. Sigurisht. Ke investuar 3 dekada për shkollën shqipe në Zvicër. A mundesh më na tregu pak këtë prej fillimit? Po, do thot vërtet të kthehemi nga fillimi, nuk mund t'i përmbledhim me pak minuta, por duhet shumë. Por unë do të shkoj pak shkurt. Do thot unë kam thënë edhe në shkrim se ka kërkuar dikush nga ju një biografi, do thot faktikisht në vitin 1991, do thot apo të them, unë kam ardhur në Zvicër, me që në atë kohë ishin problemet para shpërthimit të luftës në Kosovë. Po sa dëshira ime nuk ishte, me thonë të drejtën, sepse unë kisha mbaruar fakultetin që të kontriboj atje poshtë, dhe të jem në një shkollë, në profesionin tim të punoj, por me që... Fakultetin për gjuhën shqipe? Po, kam kryer në fakultetin letërsisë dhe gjuhën shqipe në Prishtinë. Dhe pas diplomimit, faktikisht, ne duke menduar që gjendja do të rregullohet, ishte se dikush thonte se fleste se shpejti do të rregullohet, nuk do të ketë lufta për diçka, por ajo ishte piknisja e luftës, kështu që sikurse gjithë shqiptarë që emigruan në jashtë, dhe unë faktikisht, unë familjarisht isha edhe i përndjekun politikisht. Unë e vin nga troje shqiptarët e Malit të Zi dhe Plava Gucinja, por kam jetuar në Kosovë, në Prishtinë. Dhe, sikurse, po them, shumica e neve shkojmë për pak kohë. Me bleni traktor, një lopë, edhe të kthejmë përsëri. Edhe me ardhjen këtu, do thot faktikisht ishte ajo koha vitit 1991-92, kishin filluar ata kishin ardhur më herët në Zvicër, ishte biseda që të formohet një lidhje arsimtarëve dhe prindërve shqiptarë. Faktikisht shkolla shqipe të ndaten nga ambasada e Jugosllavisë, sepse faktikisht shkolla shqipe ka qenë edhe në kohën e Jugosllavisë, por kuptohet me programet e tyre, dohet jo me programet shkolla shqipe me programet e tyre. Me programet e tyre, dohet nuk ke pas të ndaluar të mësosh gjërat atë 28 nëntorin apo festat tona. Çfarë mëson në atë kohë mësues në seria? Por tash unë nuk mund të them, unë nuk kam qenë në atë kohë këtu, por nën kuptohet se çfarë kohë do të mësosh. Tani jo, jam kuriozitar me ditë me quajt shkolla shqipe edhe mos më mësuar shqip, ç'a ka qenë ajo? Ajo nuk është quajt si shkollë shqipe pastaj, ajo është quajt Jugoslavinë, këtë mësim plotësues i diasporës jugoslave. Më tepër është mësuar për ata. Po, është mësuar në atë kohë, atë gjë faktikisht e organizuar nga regjimi jugosllavisë. Po, ajo ka qenë. Me propagandën aty në. Po, me ardhen këtu do të me shpërthimin e problemeve të luftës se këto do thotë ishte ideja shumë njerëzve të cilët ishin këtu që të krijohet, të ndahet shkolla shqipe nga ambasada e Jugosllavisë të jetë edhe pavarur. Kur erdha këtu në Zvicër, unë faktikisht nuk e disha që ishte kjo lëvizje, por përmes disa kolegëve të mi të studimeve, të cilët kishim studiuar, ata kishin dalë veç para meje këtu në Zvicër. Ata kishin rënë në kontakt përmes njerëzve të tjerë, se edhe kishin vrejtur se unë jam këtu në Zvicër. Dhe atë nuk ishte telefona celular, as internet, as kur gjë, por posta. Si janë organizuar takimet në atë kohë? Me letra. Me letra. Do thotë faktikisht, si po i tregoj, ai po kolegu ra në kontakt me një njëri që u njifsha unë me te, edhe thotë, unë e kam pas një kolegë të studimeve në Serula, i ka thënë, pa në Serula është në Zvicër, dhe pastaj ja jep adresën, mu më vjen një letër në post. Në post, dhe shat letër, thotë, zotri Ulaj, dhe thotë, unë jam filan fiseku, do të studimeve, edhe të na duhesh, kontakto këtë numër telefonit, një person. Ishte në atë kohë i farë zoti Gerbeshi, ishte tash nuk ashtë këtu. Do thotë, kontaktoje këtë numër dhe merë kontakt me këtë.
Edhe dola unë në ato kabinat e telefonit që ishin atë kohë, sepse s'kishte të po me parë. Po, telefona më shumë. Po, edhe tham, unë kam një letër më ka ardhur në post, dhe duhet të kontaktoj me juve. Unë jam Nasser Ula, i kështu. Thota, po, ave që kishte marrë konfirmimin nga i kolegu, si duhet me kontaktu e mua. Dhe thot, na duhet të takohemi sa më shpejt, si është e mundshme. Dhe u takuam, mi tregoj se si është ka formohet, ka ndahet shkolla shqipe, jemi të punu që të bëjmë klasë, të bëjmë nxënës dhe të startojmë me gjuhën shqipe dhe të panvarën. Dhe në atë moment, javën e ardhshme një herë, unë e fillova punën si mësues. Do të thonë, je kanë me njëherë dakord me mua angazhu për këtë iniciativë. Faktikisht unë isha edhe i gëzuar, sepse po them edhe një herë kur unë nisa nga Kosova për këtu, mendova që pse mbarova fakultetin. A ka pas në atë kohë interesime nga prindërit shqiptarë me janë interesu fëmijët në shkollë? Atëherë më shumë apo sot më shumë? Ma shumë atëherë. Më shumë atëherë se sot? E them të drejtën, po, ma shumë. Si ka mundësi mësues nëse? Nuk e di, dhe ishte një eufori shumë e madhe, saqë faktikisht ne, po them, edhe mjetet e informimit ishin të cungura, sepse s'kishin mundësi. Në atë kohë, a keni pas ju problem tani se këtë mësimet të shqipe keni dhënë në fshehras jo? Jo. Do të mësimi shqip organizonte në shkollat zvistrane. Faktikisht duke falenderuar tash edhe këtu nga këtu falenderoj. Nga regjimi a keni pas probleme pas? Po, nga regjimi, po sigurisht. Nga regjimi faktikisht ata neve po të kishin mundësi nuk do të lejonin. Absolutisht, atë po. Ajo është e qartë, por Zvicra do thotë neve me të gjithë infrastrukturën shkollore, me klaset, me të gjitha në mbështet edhe sot. Edhe prej atëherë edhe sot. Edhe sot. Kjo është një Vielen Dank, Schweiz! Këto bukuroshet kanë dëshirë me pa veten në ekran tash duke u prezantuar secila. Një prezantim të lutem. Unë quam Alea, jam 12, jam nga Kosova, gjysë Prishtinë, gjysë Drenicë. Okej. A më shumë Drenicë apo Prishtinë tash? Prishtinë. Prishtinë më shumë? A vazhdon në shkollën shqipe? Po. A je kënaqur? Po shumë. Je gëzuar që vazhdon mëson gjuhën shqipe? A mos me pas shkua, kishe ditë me fol kaq bukur? Jo, s'besoj. S'besoj. Kështu do është ideja më u tregu tjerëve që po na dëgjojnë që me ardha ata me mësu gjuhën shqipe. Një prezantim nga bukuroshja tjetër. Unë kam emrin Alina, i kam 12 vjet dhe jam me Kosovës e Ferizajit. E Ferizajit. Okej, si po shkon me shkollën shqipe mirë? Shumë mirë. Çka po të pëlqen më shumë ti të shkolla shqipe? Që po mësojna alfabetin, shkronjat, traditën tonë. Bravo. Kush është mësuesi jot, kryesor? Kështu për shkollë shqipe apo? Po, për shkollën shqipe. Kush është mësuesi Nasser? Vetëm Nasser. Sa mësuesi jeni gjithsej? Ne jemi 8 mësues në kantonin. 8 mësues në kantonin e Syrisë. Po, do të. Okej. A është mësuesi mirë, mësuesi Nasser? Po, shumë. A është i egër mërë se dikur na kapshin shtëre mësuesi? Jo. Tas na kapin mo, ha? Jo. Zgodojnë tas. Mësuesi mirë. A dikur më më shumë ka pa kap mësuesi. Mu më çeke deri, pas më çeke mo e ti Alina dhe sa më pa dhëm të veshi. Zot na ruaj. A mundemi të bukuroshja tjetër të kjo që na pa për herë të parë në Folketsvill? Unë quhem Rigirsa, i kam 12 vjet dhe vi nga Kosova, Ferizaj. Dhe unë jam shumë e kënaqur me shkollën shqipe. Bravo. Sepse mësojna AD-n tim, alfabetin, senet që nuk e kom ditur para shkollës shqipe, edhe jam shumë e kënaqur. Ti ke më bëni politikani kur dridhesh. Ti ke më bëni fare politikani, ke më bën Vjosa Osmani e dytë po më duket. Hajde Kinga vogël. Përshëndetje, unë jam Leila Bajraktari dhe i kam 10 vjet. Unë vi nga Kosova e Ferizajit. Unë po du me falenderu këtë që janë Zvicër, që na kanë mundu me shku në shkollën shqipe, se me thonë drejt, shumë e kam qef me shku në shkollë shqipe, me mësu traditën tonë dhe gjuhën tonë. Bravo qoftë. A ke qef me mësu vjersha? Nashta, a mu ma shumë qef kam me këndu. Me këndu? Po, me motrën tem, Alejnën. Sa mirë. A ushtroni shpesh bashk? Po. Sa mirë. A ke mësu një vjersh? Jo. Akoma jo? Veç kong. Veç kong ke mësu? Po. E ti ke mësu vjersha dhe? Jo, veç vjersha. Veç vjersha. Hajde erë na recitoni vjersh. Pse o mami,
Shqips me flet. Çfaj kam unë që jam gurbet? A me kuptoni ju shokët e mi, sa rënd me vije e sa turp kam, se s'di të flas shqip e shqiptar jam. Si të flas moj mami im, kur të shkoj Kosovë pushim. Si t'i shkruaj shokëve mi letër, si të flas me gjyshin tim. A s'di të flet gjuhë tjetër, të luso mami me dëgjo, në shkollën e shqipe me regjistro. A e din gjyshi si na tha, se ku do që ne do jemi, mos sa harojmë se shqiptar jemi. Shqip të flas e shqip të shkruaj, edhe nëse jam në vend të huaj, gjuhën e nanës, shqipe e kam, jam krenar se shqiptar jam. Bukurina. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është ma gjepsës, po aq sa edhe udhtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.